si ti përgjigjemi ligësisë me fisnikërinë e shpirtit. Jetojmë në një botë ku, herët avon, të gjithë përballemi me të njëjtën sprovë. Lëndohemi nga të tjerët. Një fjalë e ashpër që të godet si thik pas shpine, një thashetim që të cënon nderin, një sulm i padrejt apo një tradhtim nga njerëzit që i mendoje të afërt. Në ato çaste, brenda nesh ndizet një zjarr. Egoja britmon për hakmarrje. Gjaku vlon dhe gjuha kërkon ta kthejë të njëjtën monedhë, madje edhe më të rëndë. Pra, është hakmarrja shenjë fuqie? A e shuan zjarri zjarrin, apo thjesht djeg çdo gjë rreth teje? Kur dikush na dëmton, përpara nesh hapen dy rrugë. Rruga e parë është ajo e reagimit instinktiv, të zbresim në nivelin e tjetrit, të bëhemi pasqyrë e ligjësisë së tij. Rruga e dytë është ajo e fisnikërisë së shpirtit, një rrugë e vështirë që kërkon një forcë mbi njerëzore. Kjo është rruga që Zoti i gjithësisë dhe profeti i tij na treguan për të ruajtur paqen tonë të brendshme dhe për të triumfuar mbi errësirën. Në Kur'anin famlar krijuesi ynë, i cili e njeh në detaje natyrën tonë njerëzore dhe ndjeshmërinë e zemrës, nuk na kërkon të jemi të pafuqishëm apo të nëpërkëmbur. Ai na jep një ligj psikologjik dhe shpirtëror që përmbys çdo logjik njerëzore. Allahu i madhëruar thotë në surën Fusilet: Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja, shtyje të keqen me atë që është më e mirë. Atëherë ai, midis teje dhe të cilit kishte armiqësi, do të bëhet sikur të ishte mik i ngushtë. Surja Fusilet 34. Mendojeni këtë strategji hyjnore. Kur dikush ju gjuan me gur, Zoti ju kërkon të përgjigjeni me diçka më të mirë. Jo sepse ai e meriton, por sepse shpirti juaj është shumë i pastër për të ndotur me baltën e tjetrit. Ky reagim ka fuqinë të thyejë edhe zemrën më të egër, por krijuesi nuk ndalet me aq. Ai e di se kjo kërkon sakrificë, prandaj shton më njëherë në ajetin pasues. Këtë nuk mund të arrijë kush, posa atyre që janë të durueshëm, dhe nuk mund të arrijë kush, posa atyre që kanë fat të madh në dritën e besimit. Surja Fusilet 35. Si sillen robërit e vërtetë të Zotit kur sulmohen me gjuhë të ashpër? Kurani na vizaton portretin e tyre të jashtëzakonshëm në surën El Furqan. Ata nuk nisin debatet pafundme, nuk ofendojnë dhe nuk humbasin dinjitetin e tyre në rrjete sociale apo rrugë. Zoti thotë: E robërit e mëshiruesit janë ata që ecin nëpër tokë të qetë me thjeshtësi, e kur atyre u drejtohen të paditurit me fjalë të ashpra, ata thonë: Paqe. Surja El Furqan 63. Të thuash paqe nuk do të thotë të jesh i dështuar, do të thotë të thuash koha ime, shpirti im dhe vlerat e mia janë shumë të shtrenjta për t'i shpenzuar me ty. Besimtari e di se gjuha e ashpër e tjetrit është thjesht një pasqyrim i asaj që ai ka brenda vetes. Kush ka helm në zemër, do të vjell helm. Kush ka mjalt, do të ofrojë mjalt. Ti nuk mund t'i japësh botës atë që nuk e ke. Mësuesi më i madh i kësaj bote ishte profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Askush nuk u sulmua, u fye, u tradhtua dhe u dëmtua më shumë se ai. E megjithatë, ai nuk lejoi kurrë që likësia e njerëzve të ndryshonte mirësinë e tij. Kujtoni çastin kur një burr beduin erdhi tek ai. E kapi me egërsi nga rrobat sa që i la shenjë në qafë dhe i bërtiti: O Muhammed, më jep nga pasuria e Zotit që ke, sepse nuk po më jep nga pasuria e babait tënd. Çfarë bëri profeti alayhis salam? A u zemrua? A urdhëroi ushtarët ta ndëshkonin? Profeti alayhis salam u kthye nga ai, e pa me dëmshuri, buzëqeshi dhe urdhëroi që t'i jepeshin ndihma që kërkonte. Ai na mësoi me vepra atë që thoshte me fjalë. Nuk është i forti ai që mund të tjerët në mundje fizike, por i forti është ai që e kontrollon veten në çastet e zemërimit. Kur dikush na sulmon me gjuhë të ashpër, profeti alayhis salam na ndalon rreptësisht që të bëhemi si ai. Ai ka thënë: Vërtet, Allahu është i butë dhe e dëshiron butësinë në çdo çështje. Ai jep përmes butësisë atë që nuk e jep përmes dhunës dhe egërsisë. Ekziston një histori magjepsëse nga jeta e shokëve të profetit që çdo musliman duhet ta kujtojë kur ndihet i fyer. Njëherë një person filloi të fyente Ebu Bekrin në praninë të profetit alayhis salam. Ebu Bekri po heshte, ndërsa profeti po vështronte duke buzëqeshur. Por kur fyerjet vazhduan gjatë, Ebu Bekri nuk duroi dot më dhe ja ktheu me të njëjtën fjalë. Në atë moment profeti alayhis salam u vrente në fytyrë dhe u ngriti dhe u largua. Ebu Bekri shkoi pas i shqetësuar dhe e pyeti: O i dërguari i Allahut, kur ai më fyente dhe unë pa heshtja, ti po buzëqeshje. Kur unë një përgjigje, ti u largove. Profeti alayhis salam i dha një përgjigje që zbulon botën e padukshme. Përderisa ti po heshtje, një engjëll nga qielli po i përgjigjej atij në emrin tënd dhe po të mbronte. Por kur ti ja ktheve fyerjen, engjëlli u largua dhe erdhi shejtani, e unë nuk qëndroj në një vend ku është prezent shejtani.
Mendoje këtë sa herë që dikush të thyen në jetë apo në rrjete sociale. Nëse hesht dhe e duron për hir të Zotit, ti ke një ushtri të rengjish që të mbrojnë dhe të lartësojnë. Nëse fillon të zihesh, ti thjesht bëhesh pjesë e lojës së djallit. Të zgjedhësh rrugën e durimit dhe të faljes nuk do të thotë të jesh i dobët, përkundrazi, kjo është thirrje e shpirtrave të mëdhenj, të vegjëlit grinden për çdo gjë, të lartët falin dhe e kalojnë jetën me dinjitet. Kur njerëzit na dëmtojnë, ata po na japin pa vetë dije një dhuratë të madhe. Po na pastrojnë gjunahet tona përmes durimit që ne bëjmë dhe po na rrisin gradët tek Allahu i madhëruar. Prandaj, herën tjetër, kur dikush t'ju drejtohet me gjuhë të ashpër, mos u thyeni. Merrni frymthell, kujtoni se kush jeni dhe kujtoni se kush është Zoti juaj. Mos lejoni që errësira e askujt të shuajë dritën tuaj të brendshme. Përgjigjuni me paqe, mbrojeni veten me butësi dhe lëreni drejtësinë në dorën e Atij që nuk harron kurrë asgjë. O Zot, ne i pastro zemrat nga urrëtia dhe dëshira për hakmarrje. Ne jep durim dhe butësi në çastet e sprovave. Në bëj prej atyre që e largojnë të keqen me të mirë dhe na mundësoj që të jetojmë të vdesim me shpirtra të qetë të ndritur.